Në aktgjykimin e vitit 2014, gjykata ka interpretuar këtë 30 ditë, thotë se është në kushtetuar që kuvendi mblidhet në instancën konstitutive brenda 30 ditëve prej momentit të certifikimit. Por në atë kohë gjykata nuk ka thënë që duhet të përfundoj gjithçka, po të filloj brenda këtyre 30 ditëve. Dhe tani këtu ka një ndryshim në aktgjykim për dallim prej vitit 2014, ku gjykata e ka rishpikur këtë 30 ditëshin, thotë e ka rikthyer edhe një herë, duke interpretuar që duhet të përfundoj brenda 30 ditësh, dhe duke qenë se ky 30 ditësh ka kaluar moti prej momentit kur janë certifikuar rezultatet, ka dhënë si një rinumërim deri nga momenti i nxjerrjes së aktgjykimit, thotë brenda 30 ditëve nga momenti i nxjerrjes së këtij aktgjykimi, por që nuk ka një pasojë mas përfundimit të këtij aktgjykimit, që në mendimin tim kjo mund të jetë vetëm një bazë për një aktgjykim të ri. Për shkak se aty duhet të kemi kujdes tek mënyra kur gjykata thirrët që nuk mund të abuzohet e drejta e propozimit të kandidatit për kryetar të kuvendit, dhe ky afati prej 30 ditësh, dhe kjo mund të jetë vetëm një bazë për një riinterpretim dhe një ankesë, do thotë, ose një grant e cila drejtohet në kërkesën e gjykatës kushtetuese, kur partia e parë konstatohet tani më prej gjykatës që ka abuzuar me të drejtën e propozimit të kandidatit për kryetar të kuvendit, për shkak se kjo nuk është një drejtë absolute dhe nëse një drejtë abuzohet ajo humbet. Është i njëjti rast ose precedent për rastin e zgjedhjes së kandidatit për kryeministër. Sot kur zotri Thaçi si president kishte mandatuar zotrin Abdullah Hoti si kandidat për kryeministër, për shkak se zotri Kurti, i cili kishte dalë i pari në zgjedhje, nuk propozonte një emër. Dhe kështu e prolongonte pafundësisht propozimin e kandidatit për kryeministër, dhe gjykata kishte lënë diskrecion të presidentës që të vendosë kur kandidati ose partia e parë po abuzon me të drejtën e propozimit. Dhe mendoj që e njëjta situatë duhet vlerëhet tani, kur pas këtij 30 ditëshit, partia e parë vazhdon të mos formoj kuvendin, të mos konstruoj, dhe pastaj t'i japet një shumicë të re parlamentare që të mund të propozoj një kandidat të ri për kryetar të kuvendit. Dhe mendoj që kjo duhet të jetë rruga drejt zhbllokimit të situatës së tanishme, kur ka mungesë të vullnetit politik për ta zhbllokuar situatën. Dhe gjithë zanafilla e kësaj është ta interpretimi i vitit 2014, ku do thotë gjykata kushtetuese gabimisht ka interpretuar dhe ka barazvlerësuar grupin parlamentar me subjektin politik. Për shkak se kushtetuta qartë thotë që grupi më i madh parlamentar dhe grupet parlamentare nuk janë subjekte politike. Grupet parlamentare formohen pas certifikimit të zgjedhjeve, dhe ato janë fluide, janë të gjalla, ndryshojnë, dhe një grup parlamentar bëhet ai i cili ka gjasat më të mëdha që ta zgjedh kryetarin e kuvendit, regjistrohet dhe si i tillë e propozon. Përderisa subjektet politike qartësisht dihen se kush janë dhe kushtetuta i dallon këto dy terma, por që gjykata atëherë e ka barazu këto dy terma dhe është një opinion mos pajtues i gjyqtarit Robert Carolan në atë kohë, ku ka qenë kundër këtij aktgjykimi dhe ka dhënë një interpretim çfarë po e bëj unë tani, dhe kështu është dashur të interpretohet. Por meqense se nuk është interpretuar drejt në atë kohë, duhet kur do të zhbllokohet kjo situatë, mësimi i parë për saj është të him ndryshimeve kushtetuese për mënyrën e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Nuk mund ta lëmë në dorën e një subjekti politik që ta bllokojë, mund të më qenë edhe me një vot më shumë dhe ta ketë drejtën e propozimit të kryetarit të kuvendit si partia që ka dalë para në zgjedhje. Të merret modelet e vendit të rajonit, Maqedonisë, Shqipërisë, ku me ta zënë me 1/3 e nënshkrimeve të mund të propozohet një kandidat për kryetar të kuvendit dhe ai i cili merr shumicën e votave të deputetëve zgjidhet për kryetar. Nëse asnjë prej kandidatëve në raund parë nuk i merr, 12 votuarit shkojnë në raundin e dytë, një lloj ballotazhi siç e kemi sistemin për kryetar të komunash, por kjo është një mënyrë ku nuk të bllokon. Por ka edhe më shumë kandidat, edhe mundësia për bllokuar eliminohet. Vullneti aktualisht nuk ekziston dhe unë nuk po e shoh që kjo ka nuk bëj parashikime, por po më duket që nuk ka interesim deri pas përfundimit të zgjedhjeve lokale. Kriza aktuale është e lidhur me afatin me datën e zgjedhjeve lokale dhe kjo në një farë mënyrë ka me hezitu partitë edhe për ty në koalicione në nivel qendror, për shkak të frikës ose pasigurisë se si kjo mund të lexohet në elektorat për zgjedhjet për kryetarët komunave dhe për kuvendet komunale. Dhe tek pasi
atëherë të mund të kalohet raundi i dytë, ku bën koalicionet ndërmjet partive politike, qoftë fshehta apo publike, për të mbështetur kandidatë të ndryshëm në ballotazh, të mund të na formojë një qeveri ose një koalicion në nivel nacional. Dhe kjo mendoj që është edhe arsyeja pse i konvenon edhe zotrit Kurti, për shkak se ai dëshiron të jetë në ulsin e kryeministrit kur të mbahen zgjedhjet lokale, në mënyrë që të propozoj ose të mbështes kandidatë e tij, duke premtuar mbështetje për projekte kapitale, duke marrë vendime për rritje të subvencioneve për kategoritë të ndryshme sociale, në mënyrë të ndikojë dhe të abuzojë me pushtetin për ndikuar rezultatet e zgjedhjeve lokale. Kështu që kjo është po duket që një strategji e lëvizjeve vendosi për ta prolonguar sa më shumë zgjidhjen për zhbllokim të ngërçit aktual. Edhe takimi i cili u mbajt, prej vetë mënyrës së setupit të sallës, ku zotri Kurti ishte veçuar dhe kishte marrë i vetëm një ulse dhe të tjerët i kishte grumbulluar, ajo ndoshta pa dashje tregon edhe se ata e kanë falë më të madh, përderisa kishte atë hisën më të madhe në atë tryezë të rumbullakët, por edhe për të bërë një dallim me subjektet tjera që ai është i vetmi kur don ta zhbllokojë këtë situatë, të tjerë do t'ju japi ke ligjërat se si duhet ta lexojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese sipas mënyrës që atij i konvenon aktualisht politikisht. A ndërlidhet krejt kjo si zvarritje edhe me këtë që po e analizon zoti Krasniqi, zonja Hoxha, me ardhë zgjedhjet lokale, me pas këtë shkop në dorë që me dhonë premtime shumë atë mëdha, apo i konvenon kjo zotit Kurti edhe apo e çon këtë skenar përpara? Po unë besoj që ai me që ka fituar më shumë ti mandate dhe po t'ishte kryeministër në mandatin e tij të tretë do ta bënte të njëjtën gjë. Vetëm do t'ishte në kuptimin e plot me kompetencat plota. Po ndoshta kur të shkojnë zgjedhja apet i merr 500.000 vota. Dhe kjo është një mënyrë për të qenë kryeministër pa i pasur vota. E kuptueshme. Këtu po du me dal. Logjikisht ishte dashur të jetë kështu si po them, praktikisht me që është kryeneq dhe nuk don me bashkëpunu, dëshiron me abuzu dhe po e abuzon, domethënë detyrën e kryeministrit, duke e mirë përdor për çështjet e zgjedhjeve lokale që janë në prag, e që parimisht, pavarësisht që kam petk politik, logjika ime leximit është afërsisht edhe me spektrin civil, se si po i lexojnë, domethënë, sepse është kohë pa kohë, edhe çdo gjë që ndodh në nivel qendror ka me humb fokusin e zgjedhjeve lokale. Përderisa të gjitha partitë politike, domethënë ne kemi dëshirë që në zgjedhje lokale të kemi hapësirë t'i prezantojmë programet tona, kandidatët tonë dhe të gjitha të tjerat, por që si duket kjo duhet jetë strategjia që zotri Kurti, me që nuk është krijuar mundësia deri tani të ecim tutje me nivelin qendror dhe krijimin e institucioneve, tani do ta përdor, domethënë si kartë. E para ka qenë domethënë insistimi që të marrë zgjedhjet në të njëjtën kohë. Edhe lokale dhe qendrore, e që mendoj që do ta dëmtonte jashtëzakonisht shumë procesin. Sepse ne kemi pa një proces në nivel qendror, sa ka zgjatur veç numrimi i votave nga KQZ-ja dhe sa parregullësi janë shfaqur çuditërisht në këto zgjedhjet e fundit, e që nuk i kam parë në plot raunde zgjedhore në herat e kaluara, por që një gjë e tillë pastaj për qytetarët do të bëjë jashtëzakonisht më e komplikuar dhe influenca do të ishte shumë më e madhe me idenë e hartës së kuqe, domethënë që zakonisht e përmendin në zgjedhjet e fundit të fitimit të votave në komunat e Kosovës. Unë gëzohem që rendi ynë kushtetues, domethënë i ka shumë mirë të ndara, domethënë nivelin funksionimin e institucioneve në nivelin qendror dhe pushtetin lokal që i ka dhënë goxha kompetenca dhe bazuar në ligjin për veçqeverisje lokale, kjo pastaj u jep mundësi komunave që të krijojnë domethënë rrugtimin e tyre, jo gjithmonë domethënë të varur nga niveli qendror, që ju jep një autonomi, të cilën e dim edhe për arsyet sepse ka ardhur në kuptimin e veprimit dhe vendimarrjeve, dhe që domosdoshmërisht në mandatin e fundit të zotrit Kurti, në shumë tentativa edhe institucionale edhe të ligjeve që janë rishikuar ose janë bërë nga e para, është krijuar mundësia e re për t'i centralizuar ato. Dhe kjo mendoj që nuk është gjë e mirë, prandaj në këtë drejtim nuk kam asun se si ta lexoj situatën e ndryshe, përveç ti bashkangjitem asaj çfarë tha edhe Alberti më herët fatkeqësisht. Këtu betejmë tek pas
nxjerrës së gjykimit të gjykatës kushtetuese, partitë opozitare nuk mund të sillen normalisht siç janë sjellur para kësaj date. Para kësaj date edhe ka mundur të votohet ky komisioni kundër, meqense edhe pse ishte kundër kushtetues, të thuhet që ky është një propozim kundërshtim me kushtetutën. Po, dhe të votosh kundër. Po e votojmë sa për ta hekur për rend. Ndërsa tani ajo ka ra. Mo tani as këtë gjë nuk Tani çdo lloj votimi për atë komision është kundër kushtetues. Shkelje kushtetuese, po të marrim pjesë me një propozim i cili është kundër kushtetues dhe konstatuar për gjykatës kushtetuese. Mirë, po edhe partitë opozitare, duke shkuar në kuvend, çdo 4 tetor, duke vazhduar me sjelljen e njëjtë, po i kontribuojnë këtij normalizimi që po përpiqet ta bëjë lëvizja vetëvendosje. Duhet veprime më radikale, jo në aspekt të dhunës, por edhe të jenë më të zëshme politikisht, por edhe të marrin veprime të cilat do të mund të çojnë në një zhbllokim. Qoftë duke u bërë, duke thënë po bëhemi bashkë, qoftë formalisht, vetëm sa për ta t'i kaluar këtë ngërsh, të gjitha partitë tjera opozitare, ta propozojnë një shumicë të re, ti mbledhin 61 nënshkrimet, thonë që ne kemi 61 dhe kemi bërë një shumicë të re parlamentare, apo edhe për të marrë një mocion ta sharkojnë kryesuesin me seancë konstituive, edhe pse kjo është interpretuar në 2014, por duhet të provokojnë vendime të cilat kërkojnë pastaj interpretim prej gjykatës kushtetuese në mënyrë që dalin prej kësaj bllokate. Nuk mund të presin se si po luan zotri Kurti dhe pastaj këta të shohin se çfarë duhet bëjnë. Duhet të jenë avantazh, jo të jetë ai që po e dikton gjithë për shkak se në gjithë prej këto iniciativave që vijnë prej zotit Kurtit do t'i humbi. Për shkak se janë në disavantazh prej veprimeve që po i bën paraprakisht. Zonja Hoxha, disa propozime i morët. Po, faleminderit, po kjo ka qenë edhe strategjia jonë. Me thonë drejtën, është e lehtë e thënë, por jo shumë lehtë për ta bërë. Sepse ne tentuam në seancën e fundit që ta shfrytëzojmë hapësirën tonë dhe mikrofonin e hapur për aq sa ishte i hapur, që ti tregojmë edhe zotrit Deari, edhe zotrit Kurti dhe akterëve që qëndrojnë aty në ulset në mes, që nga sot e tutje me vullnet të plot deputetët e lëvizjes vetëvendosje dhe të tjerëve që janë pjesë e atij grupi parlamentar janë duke shkel kushtetutin, domethënë u cënua edhe ajo mundësi për të thënë një fjalë brenda kuvendit të Kosovës. Qoftë edhe nëse ne dëshirojmë të rim, edhe nëse dëshirojmë ne të vazhdojmë, domethënë absolutisht regjia, sigurimi, po të gjitha domethënë shërbesat që bëhen të tjera që janë në funksion të seancës duhet respektuar rendin e ditës. Nëse zotri Dehari e ka mbyllur seancën, edhe ata dalin bashkë me të. Provokimi i fundit që mund të jetë, e ndoshta kjo është edhe qëllimi, është që zotri Kurti na tërheq të gjithëve në vurbëllën ku ai e masterizon, e që është dhuna. Absolutisht. Dhe krejt çka ka ndodhur deri sot, qoftë që duket pasivitet i partive që deri dje kanë qenë opozit, qoftë mos veprim, kushtimisht ta them, mund të duken të tilla sepse ne nuk kemi dashur të lëshohemi personalisht, mund të flas për veten time, por edhe për subjektin tim në këtë rast. Unë nuk mendoj që diçka që është mbjellur me vite, si fare keqe, edhe brenda kuvendit, edhe në kontekst të shoqërisë dhe atyre besimtarëve, domethënë të devotshëm të lëvizjes vetëvendosje dhe praktikave se si ata e shohin edhe reagimin, edhe veprimin, edhe qeverisjen sot me që janë në pushtet, unë mendoj që Kosovës i duhet veprime të matura dhe jo të njëjta më, sepse nuk mund të qëndrojmë në heshtje tani e tutje me që ka një akt gjykim dhe një vendim të gjykatës kushtetuese, por për mua as veprimet super radikale, as të thunshme nuk janë përgjigja, sepse ndoshta kjo është e vetmja që dëshiron zotri Kurti.